بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad. Falënderimi i takon Allahut, krijuesit të gjithë botëve, ndërsa paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salam. Të nderuara motra, musafire të respektuara nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, si dhe jo udhëheqëse të institucioneve fetare, arsimore dhe politike të Luginës së Preshevës. Ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë manifestim madhështor të ditës botërore të hijabit, të organizuar nga Bashkësia Islame në Preshevë në bashkëpunim me Medresenë e Luginës së Preshevës. Qëllimi i kësaj tribune është të theksoj rëndësinë e mbulesës si vlerë fetare, morale dhe identitare në jetën e besimtares muslimane. Falenderoj nxënësin e vitit të tretë në Medresenë Luginës së Preshevës, Esma Ibrahimi, për leximin e fjalëve të Allahut. Tani, për një fjalë përshëndetse, ftojmë një koqiren e këtij manifestimi, profesoreshën Luljeta Veseli. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Në emër të kryetarit të Bashkisë Islame në Preshevë dhe në emër të drejtorit të Medresesë së Luginës së Preshevës, kam nderin dhe kënaqësinë t'ju përshëndesim me respekt dhe të urojmë mirëseardhje në këtë tribun të veçantë kushtuar ditës së hijabit, një ditë reflektimi dhe vetëdijsimi për gruan muslimane. Esselamu alaikum. Të nderuara motra, të respektuara mysafire, kryetare e komunës Preshevës Ardita Sinani, Hafize Emine Sopi, përfaqësuese e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, koordinatore e Medresesë së Gjilanit Merita Boroci, kryetare e Asociacionit të Gruas në Shkop Aishe Emini, drejtoresha të institucioneve të ndryshme të Luginës, motrat Borniku nga Kosova, të nderuara kolege dhe ju të dashura nxënëse. Mbulesa hijabi nuk është thjesht pjesë e veshjes, ajo është simbol i besimit dhe ajo është shprehje e besimit, e moralit dhe identitetit të gruas muslimane.
është simbol i dinjitetit, i vetërespektit dhe i forcës së brendshme, një forcë që nuk manifestohet vetëm me pamjen e jashtme, por mbi të gjitha në karakter dhe sjellje jetësore. Si profesoreshe ahlakut, shpesh kam privilegj të shoh vajza të reja që përballen me sfida të ndryshme në jetën bashkëkohore. Por ato që zgjedhin të mbajnë mbulesën e bëjnë këtë me bindje, kuraj dhe krenari, duke dëshmuar se hijabi nuk është barë, por mburojë shpirtërore dhe morale, e cila forcon personalitetin dhe ruan pastërtinë e shpirtit. Historia islame dhe shembujt e ndritur të gjeneratave të para të muslimanëve e konfirmojnë këtë të vërtetë. Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam, konsideronte mbulesën si shprehje të lartë të moralit dhe si mjet që e ruan dhe forcon gruan dhe të respektuar në shoqëri. Nga pejgamberi Muhamedi alayhis salam transmetohet kuptimisht se kur gruaja del me modestinë e saj, Allahu e nderon dhe atë. Ky mesazh na mundson se modestia dhe mbulesa janë burim i mbrojtjes hinore dhe i nderimit shoqëror. Po ashtu, sahabia Fatime bin Kaisi u dallua për moralin e saj të lartë, urtësinë e hishme duke dëshmuar se një grua me mbulesë është gjithmonë shembull dinjiteti pavarësisht rrethanave dhe sfidave. Të dashura nxënëse dhe ju të nderuara motra, mbulesa juaj është amanet. Ajo ju mëson vetrespekt, përgjegjësi dhe maturi. Ju ndihmon të dalloheni jo për pamjen e jashtme, por për moralin e lartë, karakterin e fortë dhe vlerat e qëndrueshme. Hijabi nuk është kufizim i lirisë suaj, por një deklaratë e qartë se ju jeni vajza muslimane me dinjitet, vetbesim dhe identitet të palëkundur. Kjo tribun është një mundësi e çmuar për të reflektuar më thellë mbi vlerën e mbulesës, për të kuptuar me dije, për të pranuar me bindje dhe për të jetuar me krenari. Dhe për të mos e zgjatur më tej fjalën, ju ftoj me kënaqësi të dëgjoni ligjëratën e motrës sonë të nderuar dhe të përjetoni programin e pasur që vijon. Lusim Allahun e madhëruar që kjo tribun të jetë frymëzuese e dobishme dhe e begat për të gjitha ne, dhe që mesazhi i saj të mbetet i gjallë në zemrat dhe veprat tona. Ju falemnderoj për vëmendjen tuaj. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ju falenderojmë për fjalët dhe urimin e ngrohtë. Për të përshëndetur këtë tubim, ftojmë para jush kryetarin e komunës së Preshevës, zonja Ardita Sinani. Selamun aleikum, të nderuara mysafirë nga Republika e Kosovës, nga Republika Maqedonisë së Veriut, e nderuar Luljeta, faleminderit për ftesën, të dashura gra pjesëmarrëse, kam kënaqësinë që sot ju shoh në numër kaq të madh. Dhe jam e lumtur që jo vetëm këtë herë, unë edhe çdo vit pothuajse në çdo aktivitet i përgjigjem ftesës së medresesë. Jo vetëm që jam hidhtare asaj që sidomos para muajit të shenjtë të Ramazanit ne të organizojmë organizime të tilla, tribuna të tilla, që ta forcojmë besimin, imanin dhe të jemi të gatshme të përgatitemi para muajit të shenjtë të Ramazanit, por kjo nuk do duhet që ne vetëm gjatë këtij muaji, por këtë praktikë duhet ta ndjekim gjatë viteve të tëra, pavarësisht sfidave ose profesionit të cilën duhet ta ndjekim, besimin në Zot, sidomos ju të dashura të reja, se pash një numër të konsiderueshëm të vajzave të reja, kurdo që përgatiteni për profesione të ndryshme, besimin që ndërtoni, besimin në Zot, nuk ju largon nga rruga e drejtë dhe vendimet të cilat duhet t'i merrni, qoftë në jetën publike, politike, profesionin të cilin çfarë do qoftë që e zgjedhni, atëherë çdo vendim i duhur në rrugën e drejtë të Zotit, i shërbeni kombit, i shërbeni vetvetes, i shërbeni fëmijëve tanë, të ardhmës sonë të ndritur që e kemi një aset rinin tonë, kështu që ju përgëzoj për organizime të tilla dhe ju inkurajoj që sa më shpesh të bëni këso organizime që dhe ne po dhe të rejet tona të vedizohen dhe të ndjekin rrugën e të parëve tanë të nënave tona. Unë më herët ja thash një amanet të nënësime Luljetës,
Edhe unë kam ndjekur 4 vite me radhë të hafëzinia, lexim Kurani, të gjitha kam praktikuar dhe munduam të praktikoj fen islame, por amaneti i nënës sime ishte të lutem mos e harroj leximin e Kuranit se bëhem azab unë. Dhe shumë fish para sa herë që dua të praktikoj fen ose të lexoj Kuran, më bien mend fjalët e nanës dhe do të thonë ajo ndjenja më shtohet 2 fish, jo vetëm që unë të jem e devotshme para Zotit, por të mos bëhem shkaktare edhe për nënën time, për edhe uroj që takohemi në ahiret. Kështu që ju inkurajoj vajzat e reja të ndjekni rrugën e Zotit dhe pavarësisht profesioneve, duke mos u larguar prej saj, do t'jeni shumë të përgjeshme në çdo vendim të cilin duhet ta merrni. Faleminderit dhe përgëzime. E falenderojmë kryetaren e komunës së Prishevës për fjalën përshëndetse. Për të krijuar një atmosferë shpirtërore, ftojmë në skenë motrat Burniku nga Kosova. Të nderuarat pranishme, ju përshëndes me përshëndetjen e selamu aleikum. Faleminderit nga zemra Këshillit Bashkisë Islame këtu në Prishevë, bashkëpunim me medresen. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi me qenë sot me ju. Edhe njerë urime dita botërore e Shamis. Shpresoj që kemi me kalu çaste të mira. Faleminderit. Unë jam një prej juve, jam njëra prej nesh, pse njerëz të dashur po qoheni pesh, pse mbaj shamin kujt po i pengoj, veç ja urdhër Zotit po e respektoj. Modestia ime mbule sa që mbaj, askë nuk e fyej, askë nuk e shaj, në botën e jashtme askuj si pengon, pse dikujt e ne nuk po i konvenon. Kjo shami askë nuk e vre, pse mbaj zbohet kiamet. Kjo shami nuk shkaktoni let, nuk as mundje që dikujt jam gjet. Kjo shami askë nuk e vre, pse mbaj zbohet kiamet. Kjo shami nuk shkaktoni let, nuk as mundje që dikujt jam gjet. Në shkoll nuk lejohem dhe pse mbaj shami, e unë po privohem nga njerëz pa njerëzi. Çka mbaj është koke, pse ka shumë rëndësi, kur Zoti nga brenda ma dha dituri. Kjo shamia ime është një modesti, le ta din dynjaja edhe çdo njeri. Mbulesa nuk vret e as nuk lëndon, lëndon ai njeri që nuk të respekton. Kjo shami askë nuk e vret, pse mbaj zbohet kiamet. Kjo shami nuk shkaktoni let, nuk as mundje që dikujt jam gjet. Kjo shami askë nuk e vret, pse mbaj zbohet kiamet. Kjo shami nuk shkaktoni let, nuk as mundje që
Faleminderit. Ju falenderojmë për interpretimin e bukur dhe plot ndjenjë. Të nderuara të pranishme, kemi nderin t'ju prezantojmë ligjëruesin e kësaj tribune, Hafize Emine Sopi, përfaqësues e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, e cila ka ardhur enkas nga Zvicra për të na ligjëruar rreth temës së mbulesës dhe rolit të saj në jetën e besimtares. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahu Gjellëshanu kryesë të gjithësisë. Kurse salavatet dhe selamet ja drejtoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Përshëndes nga zemra këtë tubim madhështor. Përshëndes nga zemra këtë tubim të veçantë. Përshëndes nga zemra këtë ditë të veçantë. Përshëndes nga zemra me njerëzit e veçantë. Duke filluar prej tek organi më I lartë I luginës së Preshevës, e deri te ai më I fundit, dhe të gjithë ju të cilët jeni prezent me profile të ndryshme, të gjitha ju të cilët ndat kohë, të gjitha ju të cilët u përpjekët për ta realizuar këtë tubim madhështor, ju përshëndes nga zemra me përshëndetjen më të ngrohtë e të kompletuar. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahu të madhruar qoftë mbi ju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu I madhruar tha në Kur'anin Kerim: Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula mutafarriqah an sabili. Allahu I madhruar tha në Kur'anin Kerim: me të vërtet kjo rrugë është rruga e drejtë, dhe mos ndjekni rrugë tjera, ato të cilët ju ndajnë nga rruga e drejtë. Ne sot e dim se jemi të buar këtë tubim madhështor për ditën me motën, dita botërore e hijabit, e mbulesës. Para se të caktojnë, para se të shpiket, apo të caktojnë këtë ditë, këto janë urdhra të Allahut të madhruar. E dimne se në këtë botë kanë caktuar një ditë të nanës, kanë caktuar një ditë të mësuesit, kanë caktuar një ditë të ambientit, kanë caktuar pra një ditë të mbulesës. E të gjitha bazën themelore, esencën e kanë në Kur'anin Kerim, e kanë në rrugën e drejtë, në fjalën e Allahut të madhruar. Ku ky libër I madh I shenjtë, të cilin Allahu I madhruar e zbriti në Mekke, e bëri Mekën të bekuar, e bëri Mekën të nderuar, Mekketul Mukarrama. E zbriti Allahu I madhruar në Jebelul Thawr, në shpellën Hira, e cila u fut në histori që nuk do të harrohet deri në ditën e gjykimit. Allahu I madhruar këtë fjalë të ngritur e zbriti pra në muajin më të madh. E nderoi ky muaj I madh, e nderoi ky Kur'an, ky libër I shenjtë, muajin me emrin e Ramadan. Dhe një natë të cilën e nderoi Allahu I madhruar në natën e Kadrit, pse u bë me nder? Sepse zbriti Kur'ani I Kerim në atë natë. Ky libër I shenjtë zbriti në zemrën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e bëri zemrën dritur dhe e dalloi nga gjithë profetët dhe nga gjithë krijesat. E pra, ky Kur'an ka zbrit për ummetin më të dashur dhe më të ngritur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ai ummet jemi pra na, të cilët e manifestojmë dhe e gëzojmë lirinë në bazë të një sistemi të përsosur me emrin Islam. Është fakt, sepse Allahu I madhruar na bëri në këtë dunja na solli, ku tha në Kur'anin Kerim: Ja ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun.
Allahu i madhruar tha ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre. Pra krejt këto brez këta njerëzim kanë ardhur prej një mashkulli dhe një femre. Ve ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allahu i madhruar tha prej këtij njerëzimi të cilat erdhën prej kohës Ademit alayhis salam dhe prej një femre me emrin e Hava. Allahu i madhruar i ndau në popull dhe në fise që të njihen mes vete, por mos harroni se më i miri ndër gjithë këto nuk ka dallim as shqiptar, as turk, apo as arab, apo as bosnjak, apo çfarë do nacionaliteti ka, apo çfarë do race ka, por më i miri prej jush është ai i cili është më i ndershëm, ai i cili është më i devotshëm, ai i cili zbaton ligjet e Zotit në tokë ashtu siç ka urdhëruar Zoti. Pra, ne nuk mundemi të bëjmë zgjidhje për një urdhër të Allahut të madhruar. Ma kene li mu'minin e mu'minetin. Nuk mundi një besimtar apo një besimtare të bëjë khire, të zgjedhë një vendim të cilën e ka urdhëruar Zoti sa duhet të praktikohet apo s'duhet të praktikohet. Ajo është urdhër i prerë i Allahut të madhruar. Kush qenë ka urdhër i prerë i Allahut të madhruar, pra na gjen nga mbulesa. Mbulesa çka është? Mbulesa është farz. Mbulesa është urdhër i Zotit. Mbulesa është nder. Mbulesa është pastrim. Mbulesa e ruan pra identitetin e saj kombëtar dhe fetar. Nëse thot do kush po çka ka lidhje kombëtar, të gjitha nënat, gjyshet dhe stërgjyshet e tona kanë qenë pra me mbulesa. Nëse thot do kush po feja tjetër nuk urdhon për mbulesë, po, feja tjetër urdhon për mbulesë, sepse Meryemi radhiyallahu anha ka qenë me mbulesë. Ja Merjemu idh qalet il melaikatu. I than melaiket, idh qalet il melaikatu, ja Merjemu, inna Allah astafaki, wa tahharaki, wa astafaki ala nisai l'alamin. Oj Merjem, ti Zoti të ka dalluar, ti Zoti të ka zgjedhur, ti Zoti të ka ngritur me vlera shumë të mëdha. Ti je më e dalluar nga gjitha gratë e botës. Kur shfjana nga gjitha gratë e botës, pra ajo ishte me mbulesë. Merjemi radhiyallahu anha. E neve, Allahu i madhruar, na nderoi me këtë fars, sepse arabët dhe romakët e shumë popull tjerë e shihnin bukurinë e femrës në trupin e saj. Kurse feja e Allahut të madhruar, dini Islam, solli një program, solli një sistem, solli një etikë të veçantë, në të cilën e pa bukurinë e femrës në kulmin e moralit të saj. Pra kulmi i bukurisë së femrës është pra morali i saj. Allahu i madhruar e zbriti ajetin kuranor të mbulesës, Suratul Ahzab, ajeti 59, ku thot: Ja ayyuhan nabiyyu kulli azwajike wa banatike wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna yu'rafna fala yu'dhina wa kana Allahu ghafurur rahima. Allahu i madhruar tha në këtë ajet kuranor: O pejgamberi i Zotit, thuaju grave tuaja dhe grave të besimtareve, le të vendojnë mbulesat, le të mbulojnë trupat e tyre, që të dallohen nga pala e tjetër, sepse çka ka qenë kuptimi në këtë, sepse në atë botë në kohën e xahiljetit, në kohën e ignorancës, dilnin gratë të zhveshura, dilnin gratë ecnin në rrugë dhe gjatë ecës së rrugës së tyre, dëgjoni fjalë të fira, dëgjoni fjalë të ulta, të cilët i thonin meshkujt për rreth tyre, e që të dallonin nga pala tjetër, të dalloheni, që mos merrni ju fire nga njerëzit të cilët me një fjalë janë të prishur. Fela yu'dhina wa kana Allahu ghafurur rahima, sepse Allahu është falës. Allahu është ai i cili e fal robën e vet. Kurdo që të fillojmë ta praktikojmë një urdhër të Zotit i cili na ka urdhëruar. Kjo ditë e cila mbahet dita e mbulesës. Kjo ka qenë Azma Khan, e cila është nga Mongolia me preardhje, dhe ajo është amerikane muslimane, e cila ka qenë propozimi i saj që të mbahet kjo ditë. Ta ndjejnë edhe popull tjerë, edhe fete tjera, se çka do të thotë, çfarë ndjenje mban një femër kur një ditë pra e mbaj ka mbulesën. Kjo, pra çështja e mbulesës përderisa është farz, është dhe shpërblimi i Allahu i madhruar është i pafund. Ne e dim sepse kjo dunja inna dunya rakhisatun, kad yamlikuha el ganiyu wal faqir wal maliku wal wazir. Kjo dunja është e lirë. Kjo dunja nuk ka vlerë. Thot e posedon pasaniku dhe fukaraja, e posedon mbreti dhe ministri. Walakin el jannatu la yamlikuha illa man amila amala salih.
kurse xhennetin nuk do të mund ta posedoj çdo kush, përveç atyre të cilët bëjnë vepra të mira, përveç atyre të cilët i friksohen Allahut të madhruar. E ne si femra besimtare islame, të cilët mundohemi ta mbrojmë vetveten dhe evladet e tonë, sepse Allahu i madhruar na ka urdhëruar, ka thënë ku anfusakum wa ahlikum nara, mbrojeni vetveten dhe gjeneratet e juve dhe evladet e juve dhe familjet e juve, ku anfusakum wa ahlikum nara, nga zjarri i xhehenemit. Ne e dim se kemi ardhur në këtë dunjë, gjena min dhahri al-ab ila batni al-um, erdhëm prej babaj, prej shpinës së babait në barkun e nanës, wa min batni al-um, prej barkut të nanës në shpinën e dunjas, në shpinën e tokës, ve min dhahri al-ard ila batni al-ard, prej shpinës së tokës në barkun e tokës, wa min batni al-ard ila yawm al-mahshar, dhe prej barkut të tokës do dalin në ditën e mahsherit për t'i dhënë llogari Allahut të madhruar. Allahu i madhruar e ngriti lart femrën, sepse erdhën pra në dunjë për një mashkulli dhe një femre. Po të kishte qenë bota vetëm meshkuj, si do dukeshte? E po të kishte qenë bota vetëm me femra, si do dukeshte? Por Allahu i madhruar e solli në këtë dunjë edhe femrën për të kompletuar dhe për të bërë një lumturi të cilën i takon një krijesë më e bukur e cila ka ardhur në këtë dunjë me emrin njeri. Por mos e harroni se Allahu e vlerësoi shumë femrën, e bëri që në barkun e saj, në organizmin e saj, të jetë një vend i fortifikuar, nga i vend pra vend brezi i saj, që pasoi njerëzimin në këtë dunjë deri në ditën e gjykimit. Allahu i madhruar e bëri femrën, e bëri një krijesë e cila e bëri që të ketë emocione, e bëri që të ketë ndjenja, e bëri që prehri i saj të jetë i ngrohur. Dhe është fakt, sepse nana kur e lind atë foshnjë, e ka prehrin të përgatitur për të rritur pasarsat, ama pasarsa ata të cilët me të vërtet e bartin fjalën e Allahut në cepëm cep të dunjas. Atëherë do të jemi nana të cilët pra Allahu është i kënaqur dhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, ku e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në lidhje me femrën, sepse e dim në kohën e ignorancës si ka qenë gjendja e femrës. Femra ka qenë e pavlerë, zëri i saj nuk është ndëgjuar kur, por edhe ajo më e keqe që ka qenë janë varrosur të gjalla. Nga kush? Nga ata njerëzit më të afërm të cilët janë. Kurse ne sot në këtë kohë, fal dinit Allahut, fal dinit Islam, inne dine inda Allahi l'Islam, s'ka fe tjetër e cila pranon Zotit dhe që është e vërtet dhe e pastër përveç dinit Allahut të madhruar me emrin Islam. Në fal dinit Islam e manifestojmë jetën tonë, ashtu duke qenë brenda kornizave të urdhave të Zotit, ashtu siç na ka urdhëruar Kurani i Kerim dhe hadithet e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E pyetën pejgamberin alaihi salam në lidhje me femrën, sa femra në çdo fazë të jetës së saj tha është e vlerësuar dhe ngritur të Allahu i madhruar. Nëse është si nan, innal jannata tahta aqdami ummahatikum, xheneti është nën këmbët e nanës suaj. Xheneti është nën këmbët e nanës suaj. Fal dinit Islam na mësoi si duhet ta respektojmë nanën dhe babain. Na mësoi si duhet të sillemi me to. A duhet të themi fjalë të buta dhe të mira. Fela taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. As mos i thuaj uf asaj. As mos i thuaj fjalë të rënda të cilat e prekin në zemër, por gëzoj atë dhe përqafoje për çdo herë. Zgjatja dorën kur ajo ka nevojë dhe ai ka nevojë si prind. Pra, xheneti në këmbët e nanës. E po si vajz, tahjubu nara la validejha, e mblon me zjarin, e mblon fitirën nga zjarri i xhenemit, vajzat të cilat i ka një familje, një nan dhe një baba. Por ato vajzat të cilat me të vërtet u edukuan në njëdhën në mbrellën e urdhrave të Zotit. Pra, kush ka 3 vajza, thot pejgamberi alayhis salam, xhenetin e ka të hapur. Po kush ka 2, xheneti i hapur. E kush ka 1, prap xheneti i hapur për te. Vlera e madhe për femrën. E si grua, tha limra'atin inna imra'atan nisfuddin, tha gruaja është gjisma e fesë. Pse është gjisma e fesë? Sepse ajo është shkollë në vete. Ajo është shkolla, universiteti më i fortë, i cili i përmban gjitha lëmit prej asaj nane, i përfiton një nan e cila bazën e ka të themeluar të jetës së saj me urdhrat e Zotit, ashtu siç thot
Allahu i madhruar dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa vlerë të madhe i dha Allahu i madhruar femrës e cila e zbaton ligjin e Zotit. Pra, të ndalemi dhe të kujtohemi e të lexojmë pa ndal, sepse gruaja e cila e ruajti desturin e shariatit, librin Nuskhatul Awwal, e pari butimi librit të Kuranit Kerim, kush e kishte në përduar dhe kush ishte rojtare, ishte jo burr, edhe pse kishte edhe burra shok të pejgamberit alsam, paroj ishte grua, ishte Hafsa, ishte pra bia e Omerit radhiyallahu anhu, e cila dinte shkrim dhe lexim. Për atë dhe u ve siguria në durrët e saj dhe ju besua që Kurani Kerim, libri i Allahut të madhruar, të ruhet në duart në arkën ajo e cila ishte rojtare Hafsa. Pra gratë, Allahu i madhruar i vlerësoj, para te që Zoti i gjithësisë na vlerësoj shumë, atëherë urdhrin e Zotit që ka bërë urdhër Allahu, ta mbulojmë kokën, ti mbulojmë flokët, ta mbulojmë trupin, a është urdhër që unë duhet ta zgjedhim, apo neve Allahu që na ka urdhëruar duhet ta praktikojmë atë. Allahu që ka urdhëruar duhet ta praktikojmë atë, sepse nëse dojmë xhenetin me fitu, pra duhet të shkojmë sipas ligjeve Zotit, ashtu Zoti siç na tha. Ne kemi ndëgjuar, ka shumë njerëz që thonë sikur ti shbo haxhin në pranver, po ja që Allahu ka dhënë urdhër në tër vitin të sillet çështja e haxhit, në tër vitin që të shijojmë gjithë fastinat, por pa ardhur dita e Arafatit nuk ka haxh, sepse është urdhri i Zotit i prerë. Atëherë përderisa është urdhri i Zotit i prerë, duhet të shkojmë për rrugën e Allahut të madhruar. Ne e dim se në këtë dunjë, sado që të jetojmë, ajo do të mbarojë. Se men bada'a ntaha, gjësen që fillon dhe do të mbaroje. Men ashe wa mat, ai i cili jetoj dhe do të vdes. Pra në botën tjetër, kur do të shkojmë te Allahu i madhruar, çdo vepër e jona e cila reflektoj me gjymtyrët e tona të cilat vepruam ashtu siç urdhëroi Zoti, do ta kemi shpërblimin pa humbur te Allahu i madhruar. Është një ajet kuranor ku Allahu thot në Kur'an: "Walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un." Allahu i madhruar tha me këtë ajet kuranor, ata të cilët vijnë me veprat e Zotit i gjithësisë, por ja që zemrën e kanë të friksuar. Çish me shkuta Allahu i madhruar. Kush janë këto? Shoja Aisha radhiyallahu anha i tha: "Ja Rasulullah, a janë ata njerëzit, ata të cilët bëjnë mëkatet e Zotit? A janë ata të cilët e marrin e konsumojnë alkoolin? A janë ata të cilët bën prostitucion? A janë ato të cilët nuk e agjerojnë Ramazanin? Kush janë këto?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha la ya bint as-Siddiq. Jo oj bia e Abu Bakr as-Siddiqit. Tha këto janë ato njerëz, gra apo burra qofshin, këto janë ato të cilët bëjnë vepra të mira, këto janë ato të cilët për shembull mbartin mbulesën, këto janë ato të cilët agjerojnë, këto janë ato të cilët falen, këto janë ato të cilët krijnë haxhin, këto janë ato që e dojnë Allahu dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe veprojnë pa e konsideruar vetveten se sa lodhen e po sa çlodhen. Tha këto janë ato të cilët krejt këto punë i bëjnë dhe friksohen te Zoti, a thu e ka pranuar prej neve Allahu i madhruar. Pra, gjitha punët i bëjnë, por a thu Allahu a ka pranuar prej neve. Edhe ne ka femra të cilët nuk e mbajnë mbulesën, por ka vepra tjera shumë të mëdha të cilat bëjnë, të cilët vepra tjera të cilat i bëjnë do të afrojnë dal nga dal hapa te atë të cilën një pikë të cilën nuk e pas ka realizuar apo nuk e ka praktikuar. E ka femra të cilat e mbajnë mbulesën, por duhet të kemi kujdes në shumë gjëra tjera, sepse Islami nuk lidhet vetëm për mbulesën. Islami ka obligime të mëdha të cilat na ka urdhëruar, por me këtë e dim se është mburoja e femrës prej edhe kur dalin prej dunjas. Mos të vim prej në atë pikë që kur dalim prej kësaj bote na mbuloje hera e par flokën tonë që fini, por të jemi ato të cilët e zbatuam ligjin e Zotit dhe Allahu të jetë i kënaqur me neve. E kulu qauli hadha wastaghfirullaha al-azim li wa lakum. E falenderojmë Hafizën për këtë ligjerat, Allahu është përbleft. Programi vazhdon me një ilahi nga kori nxënësve të medresesë së Luginës së Preshevës.
Të shikojnë e gjelozojnë, me çdo fjalë të etiketojnë, por di fare mos u prek, s'të dëmtojnë as një qerek. Të shikojnë e gjelozojnë, me çdo fjalë të etiketojnë, por ti fare mos u prek, s'të dëmtojnë asa një qerek. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. Mbulesa është ibadet, për ty motër është zinet, me unë tërzi tokedet, mos e le këta amanet. Mbulesa është ibadet, për ty motër është zinet, nuk ka ligje as dekret, sun ta hjek shamin ty krajl as mbret. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. E shami është nishan që tregon se ke iman, me sërsirës ti drit ban, ti e shembun gjithë dynjan. E shami është nishan që tregon se ke iman, me sërsirës ti drit ban, deri të shembun gjithë dynjan. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. Ti krenohu me shami, je shpëtim për këtë shoqëri, është Allahu që t'përblen, mos ki dert për tjetër sen. Ju falenderojmë për këtë paraqitje frymëzuese. Në vazhdim, do të ndjeki një video monolog nga Ruvejda Sahiti, nxënëse vitit të parë në medrese. Monologu është përgatitur nga Mehmet Sahiti, kryetari i Bashkisë Islame në Preshev, ndërsa përgatitja teknike është realizuar nga profesoresha Nagjie Sahiti. Ishte mbrëmje ftohtë, asgjë se thënte qetësinë e saj, pos erës me shi, e cila bënte edhe më melankolik qëndrimin tim në spital. Edhe pse unë nuk ndjeja dhimbje, përpos që valvitesha në shtratë dhe friksohesha nga e nesërmja, nuk e di pse. Buzëqesha dhe kujtoja burrin tim kur thoshte, mos u frikso Hanin, se tash mjekësia ka përparuar, e unë e kthej botën mbrapsht për ty, mos u frikso, se unë jam me ty. Buzëqesha prap, e në të njëjtën kohë kujtoja fjalët e tij, por edhe frikën në sytë e tij, ai mundohej të më qetësonte. Me vete po shpërisja, oh moj nën, nëna gjithnjë falej, e sa herë që hapja sytë, dëgjoja zërin e saj dhe dhemshëm duke lutur Allahun për shërimin tim. Thoja, Zoti të ruajt oj nëna ime, vetëm se çka s'tu verbuan sytë nga vaji. Edhe pse nuk e shoh nënën tash, zemra më thot se ajo tash është strukur diku dhe çan për mua.
Shumë gjëra kanë ndryshuar këtë ditë. Ndryshuan edhe vizitorët e me, nuk më viziton më asnjëri nga moshatarët e me. Pra, nuk shoh askënd përpos njerëz të moshuar, s'di pse. Por nuk po e di se edhe për çfarë shkaku po ndodh kjo. Edhe biseda që bëhet në dhomën time, bëhet në përgjithësi rreth besimit dhe durimit. Asnjëri nga ta s'më kujton shpresën për shërim, e as çka po ndodh në familje. Më kujtohet se vajza Axhës kishte lindur një vajzë, e unë nuk e pata ditur, përpas rastësisht një grua nga vizitorët i uroi nënës së saj, e atëherë e kuptova se kemi një mbes të vogël. Çka po ndodh? E luta Allahun se çka po ndodh me ta, e ata sigurisht po din diçka çka unë nuk di për veten time e nuk më tregojnë. A thua ka mundësi që t'ju kishte treguar mjeku diçka për mua? Për dyshimin tim e largoja me atë se mjekësia ka përparuar. Por edhe mjeku duke i qetë dhe i sigurt në shërimin tim. Litarin e mendimeve të mia më ndërpreu nëna ime. Ajo më threste, Hanin, bia ime, zgjohu e falemi së bashku, i bia nënës. Qesha e unë kujtoja se si ndryshoj nëna ime. Ajo mundohi më së shumti që të më detyrante të falem ditëve të fundit. E më parë kur më thirrte për faljen e namazit, kur kundërshtoja, ajo më linte. Largohe nga unë, si kur t'ishte fajtore, për atë se unë nervozohesha dhe me zët lartë e largoja nga unë. Por ajo sa herë që largohej, lusta Allahun që të më udhësoj në rrugë të drejtë. Për çudi, kur e sëmura, ajo i kushton të kujdes të posaçëm namazit tim, të cilin e fillova në spital. Më përkrahte, më këshillonte, sa që vërtet fillova të falem bashkë me nënën. Kur përfunduam namazin e sabahut, më përqafoj dhe me gjithë zemër më dëshiroj që Allahu ta pranoj namazin tim të parë. Pastaj më tha duke qarë, Zoti të shëroft bia nënës. Pyeta nënës se çfarë ke që mërzitesh, unë tani jam mirë dhe për çdo ditë jam në përmirësim e sipër. Kur unë i flisja, më vështronte me kujdes. Në fund të bisedës u largua pa bëzë. Si thash asgjë. Në atë qast, dikush trokiti në derë, me vete thash, kush mund t'jetë në këtë mëngjes të hershëm? Parë se a ishte vëllau im i madh Muhamedi. Buzëqeshja ati ndriçon të ftyrën e ti, por edhe tek ai vrejta një mërsi. Më pyeti ngratë, si ndjehesh sot oj motra ime shtrejt? Ja ktheva se, elhamdulillah, jam mirë. Pastaj i thash se sot më lirojnë që të dal nga spitali, se zemra më thot kështu. Si për çudi, kur unë mendoja se ai do të gëzohej për lajmin që i thash, përkundrazi, ftyrën e tij e kaploi mërsia. U afrua pranë dritares dhe e hapi atë. Mori frymthellë dhe përkujtonte Allahun la ilaha illallah. Ai me këtë si kur donte të largonte shejtanin. U afrua tek shtrati im, por me shikim për tokë më tha: A më lejon që të ndryshoj drejtimin në shtratit tënd? Më tha se dua të drejtoj ka kibla. Buzëqesha dhe e pyeta: Pse? Më ktheu për fare pa e ngritur shikimin nga toka. Më mirë, për arsye se nëse don të lusësh Allahun diçka, së paku të jesh e kthyer ka kibla. Thash duke qeshur: Muhammed, friksohem nga ata që bëjnë risi, ke kujdes e mos më frikso. Ai nuk foli asgjë përpos që më dhuroi një Kur'an dhe doli. Unë buzëqeshja dhe kujtoja dialogun që bëja me Muhammedin rreth fesë. Ai çdo herë më këshillonte se edhe unë duhet kryer obligimet fetare. Pas gjithë atyre këshillave, unë prap kundërshtoja edhe pse Muhammedin shumë e nderoja. Dëshiroja që të bëja atë çka më thonte mendja ime. Por vllai im i dashur prap pranonte me gjithë zemër të bisedonim, edhe pse unë kundërshtoja gjithçka për fen. Kët e bëja vetëm e vetëm nga përtacia. U ktheva në shtrat, ashtu si më përsiti vllau, në drejtim të kiblës.
Vërtet ky vend më dukej më i mirë sa i më pashmi. Këtu mund të shoh kopshtin që ishte afër. Edhe më mirë i dëgjoja zogjt që ciceranin afër dritares ku qëndroja. Mu kujtua dritarja dhe dhomës së vajzës sime të vetë me Isras. Sigurisht se tash pranë dritares së dhomës së saj jam mbledhur shumë zogj. Shumë o pengonin ata zogj, sepse e zgjonin nga gjumi Isran. E hapa dritarin që t'i trim zogjt që ciceronin. Mos u zgjo bia ime, flej e qetë. Ku je Israja ime? E nëse don Allahu, nesër do të flesh në krahët e me, bia ime, do të kompenzoj dashurin dhe kujdesin për ditët që të ka munguar kur isha larg teje o shpirti nënës. Oh, unë jam krejt diku tjetër e si e humbur i flas vajzës sime në mos prezencë. Hyri nëna dhe e pyeta se si është Israja, sepse shpesh po e shoh në ëndër. Nëna më ktheu se s'ke çka brengosesh për të, ajo është mirë, kurse ti mendo vetëm për veten tënde. Shikova orën në mur. Mjeku duhej të vinë në ora 10, e vendosa se dua t'i them atij se unë dua të dal nga spitali. Vërtet jam mërzitur dhe s'mund të rimo këtu, pastaj ishte afruar edhe dasma vllaut tim Suhejbit. E mora në dorë revistën e modës në të cilën gjendej modeli i fustanit të cilën e zgjodha për dasmën e Suhejbit. Paramendoja veten të veshur me atë fustan në dasmën e vllait. Oh, sa i ka mërzi vashat e rrethit ton që më nduhen të bëjnë konkurrencë në bukuri. Do të dukem a ditë më e bukura nga të gjitha. Më ndërpreu mendimin zëri i bukur i vllait që lexonte Kur'an pranë meje. E shikova dhe qesha. I thash, Muhammed, nuk ka më mirë se sa t'jesh në shtëpi. Ai nuk më ktheu kurfar përgjigje. Vazhdoi leximin derisa përfundoi leximin e surës kuranore. Pastaj erdhi edhe burri im, e më rinte pranë dhe më shtrëngonte dorën ngrohtësisht. Ai mundohej të më jepte kurajo, më tha, Hanin, ndoshta nuk të pëlqeu që unë jam pranë teje, dhe buzëqeshi. U habita nga fjalët e tij, thash, përkundrazi, i thash se dua të dal nga spitali se jam shëruar. Shpejt u largua nga unë që të mos i shoh lot në sytë e tij duke më thënë Allahu të shëroft. Në atë moment trokiti dera. Hyri motra medicinale dhe na lajmëroi për ardhjen e mjekut. Në atë qaste, burri im, Amri, filloi të dridhej dhe doli shpejt nga dhoma. Unë i thash asaj se le të hyj mjeku, unë jam e gatshme. Hyri mjeku. Mjeku i përngjante vëllait tim Muhamedit. Ai ishte një musliman i përpikt me sjellje të lartë. Më tha, Hanin, si ndjehesh sot? Ju përgjigja shpejt, Elhamdulillah, falenderoj Allahun, jam shumë mirë. E lirisht mund them se sot jam më mirë se çdo ditë më parë. Qysh kur filluan dhimbjet e mia. Por kam një kërkesë tek te mjek. Dua të dal nga spitali qysh sot. Më ka marrë malli për shtëpinë time. Muhamedi në atë çast doli, e pasi doli edhe nëna. Vërejta se ata kishin pritur diçka shumë të rëndë. Pa as pak mëshirë në zemër, mjeku më tha, Hanin, fatkeqësisht më duhet të shkruaj se duhet të lëshosh spitalin. U ndriçua fytyra ime e sytë e mi vërshoi loti nga gëzimi. Ai vazhdoi fjalët e tij, e fytyrën e tij e pushtoi një ngurtësi e më tha, Hanin, sigurisht ti je besimtare dhe e din se çdo shpirt duhet të shijojë vdekjen dhe heshti. U shpejtua frymarrja ime dhe i thash, po doktor, por vazhdo. Më tha, gjendja jote është shumë e rëndë, pra nuk ka kurfar shpresë për shërimin tënd. E po të lirojmë nga spitali që të jetosh ditët e fundit në vendin ku ke dëshirë ti. U qetësua mjeku, por u qetësua dhe çdo gjë në dhomë. Dëgjoja vetëm trokitjet e zemrës mirore e cila humbi përfundimisht shpresën për jetë.
E hodha poshtë qarqafin e bardhë dhe u ngrita me kujdes, sikur për luftoja për jetën që atë shumë me desha. Mjeku në atë qast mu bë armiku më i madh në botë dhe për herë të parë hodha shikim në sytë e tij, i cili kur nuk ngriti shikim si rezultat i moralit të lartë islam. I thash: "Doktor, të lutem, mos thuaj ashtu, se unë jam mirë. Doktor, të lutem, nuk dua t'i dëgjoj këto fjalë, si është e mundur që të mos ketë shërim edhe në këtë kohë me mjekësi të modernizuar. Si është e mundur që sëmundja të më mund në këtë rini e të ma shkatroj bukurinë time, si mund të ndodh një gjë e tillë? Unë sigurisht jam më e fortë se sëmundja ime." Mjeku më tha: "Hanin, ti e di se jeta dhe vdekja janë në çështjen e Allahut, e mjekësia ndihmon në qetësimin e dhimbjeve, kurse Allahu krijon shkakun për vdekje, e s'ka kush e pengon vdekjen në afatin e caktuar. Ti mund t'jetësh edhe pak kohë, por nuk kemi mundësi të shërojmë." Para se të dilte mjeku nga dhoma, më tha se kur dëshironte të mi lehtësonte dhimbjet e mërzit e mia. "Do t'i japim barrat më të mirë që t'i lehtësojmë dhimbjet në ditët e mbetura." Në atë qaste, e ndjeva veten të përbusur, të mashtruar nga jeta, e shihja botën e pa kuptimt, imagjinoja gjërat në veten time, si kur ëndrat. Fotografinë e parë që imagjinova ishte bija ime se si ajo qeshte, ajo në atë kohë ishte vetëm 1 vjeç. Pastaj imagjinova ditën e martesës sime, kisha të veshur fustanin e bardhë, e burri im më shtrëngonte për dore dhe qeshej nga gëzimi. E kjo është nëna ime. E kjo tjetra shoqja ime shkollës, të gjitha shoqet i pash. Këtu pash edhe zogjt pranë dritares së dhomës së Isras. Fotografinë e fundit që imagjinova ishte fustani që zgjodhe në revistën e modës që ta blej për dasmën e Suhejbit. Pas pak, erdhi nëna, e cila mundoi të më ngushëllonte, më përqafoi më ngrohtë se kurrë më parë, por kot. Dëgjova zërin e Amrit, i cili fliste mjeku të dera. Nëna doli me shpejtësi. I thash: "Nën, dua të shoh Amrin." Dëshirat e mia ishin shndruar në urdhra në momentet e mia më të vështira. Nëna thiri Amrin, por isha shumë e sigurt se s'mund të duroja ta shoh atë në këto momente. Më tha mendja se Amri i mirë sigurisht ta shkujton ditët tona më të lumtura të martesës sonë, jetë shkurt që bashkë i kaluam. A thua kur do të më shoh Amri në këtë gjendje, a do të besoj se shumë shpejt do të ndahemi një herë për gjithmonë? Hyri, dhe vërtet ndodhi ajo çka prisja, duke qartë të dy. Vëllai im përgatiti letrat për daljen nga spitali. Para se të dalë, e solli një vajzë të re në vendin tim. E shikova, në sytë e saj pa shpresa për shërimin e saj. Pra, ajo do t'jetoj, e unë? Rrugës për në shtëpi e luta Amrin dhe Muhamedin që momentet e fundit i kalojnë në shtëpinë e familjes time. Me gjithë dëshirë pranuan. O Zot, parë se shtëpia ime ishte shndruar në varr. Të gjithë më pritën duke qarë. Vizitova dhomën në të cilën kam kaluar ditët e vajzërisë. Çdo skaj i saj që shikoja më kujtonte një kujtim të paharruar. Dola nga dhoma duke u përshëndetur me lamtumirën e fundit. Në dhomën tjetër, gjendej motra ime me bijën time Isran e vogël. Unë dala që të mos hy, pasi që nuk dëshiroja që bija ime të ndihet se është e varur gjithnjë nga unë. Por orët e fundit të jetës ime shndroheshin në sekonda nëse nuk e shoh bijën time. Hyra, ajo flinte e pranë saj që ndronte motra ime Semira. Bija ime flinte, po si kur donte të më thoshte: "Nën, vdisti, unë do të rritë me tezën time, sepse ajo më donë më shumë se ti."
Sa keq, si mund të largohem nga bia ime një herë për gjithmonë. E mora në krah, e përqafova, por fare pa zgjuar nga gjumi, kërkova nga jo që të ma bëj halal. Për atë se më duhet ta lë vetëm, atëherë kur kam ose shumë ti nevoj për mua. Prap e ktheva në shtrat bijën time, halalin e kërkova edhe nga motra ime. Hyri nëna, e cila sapo ishte falur dhe vreti se unë dhe motra ime e qanim, se gjithë një mundohej të më ngushllante. Kur ajo dole, i lash amanet motrës që të kujdeset për bijën time, i thash, se mira, a e din ti sa kam pasur dëshirë sikur të shehja Isran duke u rritur. Kam pasur dëshirë ta shoh bijën time kur të bëhet nuse. Thuaj asaj në ditën e dasmës së saj, sikur t'jetë nëna yte gjallë, ajo do të çante për ty kur ti të ndahesh nga ne. Isra, dije dhe mos harro se nëna yte të ka dashur shumë. E thuaj që të mos harroj se më ka pasur nën e të lutet për mua në çdo namaz. Me vete thash se ndoshta Israja nuk do të mërzitet dhe nuk do të lutet kur për mua, pasi që ajo nuk do të mbaj mend nënën e saj. Në atë qast kujtova porosin e pejgamberit a.s. se fëmiji i mirë është i dobishëm për prindrit pas vdekjes së tyre. Por, thua se sa unë jam kujdesur për edukimin e saj edhe pse ajo është e vogël. Kaloja kohën duke u kujdesur për bukurin time, për teshat se si të vishëm sa më mirë. Çfarë humbje kohës pas ka qenë, e unë se pas kam ditur. Unazën të cilën e kisha në gisht e shikova, mu kujtua se sa shumë i pata folur burrit tim që të ma blej atë unaz, pasi që ishte më i shtrejtë se gjithë unazat tjera. Thash me vete se pse nuk e kam dhënë zekatin e asaj unaze edhe të arit të shumë që kisha. Sa shumë gjëra dyshoja të realizoja, por kot, sepse tash më nuk kam kohë. Sikur se nxënësi në shkollë, kur lajmërohet se ai ka vetëm edhe 10 minuta deri në fund të përfundimit të kohës së provimit, ai nuk ka shkruar asgjë në fletën e tij. Pastaj e dorëzon fletën 10 minuta më herët, pasi që nuk di çka të shkruaj në kohën e mbetur. E njësoj, edhe unë ndjehem, pasi që nuk di çka të bëj më para fundjetës time. Jam ulur dhe mendoja. E s'di çka mendoja. Shikova një fletë dhe lapsin, thash, a thua që shkruaj emanetin? Sikur se që ndodhte në për filma që i shikoja më herët. Sa të mirë janë njerëzit që nuk kuptojnë, sa bukur që i krijoi Allahu njerëzit, ata kalojnë kohën në gjërat kota të cilat nuk kanë kurrë lidhje me realitetin. Çfarë mirimi, çfarë humbje për njerëzit kur zbret Allahu në qiellin e kësaj bote dhe thot: a ka ndonjë pendues e do t'ja pranoj pendimin e ja fal mëkatet, a ka ndonjë lutës e do t'i përgjigjem. E mjera unë, sepse kur nuk falesha kur duhej të falem. Më shkoj mendja të fustani mëndaf që e kisha, dëshirova të e vesh për herë të fundit. E vesha dhe e shiqoja trupin tim në pasqyr, i vesha edhe këpucë të cilët i përshtateshin fustanit. Kujtoja bukurin time që kisha, thash, Allah, sa kohë kam betë deri në fund të jetës time e çka trohet kjo bukuri. A thua sa të tjetë numri insekteve të cilët do të lozin në trupin tim. Vetja më dukej se me njëherë do të më vendosin në ta botë. E parë se kjo natë është nata që më duhet të udhtoj, por jo si herave tjera kur udhtoja e përgatisja valigjën 2 ditë më herët që të mos harroj asgjë. Por në këtë udhtim nuk më duhet asgjë, sepse ky udhtim nuk ka më të kthyer. E për fat keq, nuk jam as pak e përgatitur për këtë udhtim. Ecja nëpër shtëpi e friksuar nga ajo se çka do të më priste më vonë.
Shkova te vllai im Muhamedi, i cili lexonte Kur'an, u ula afër tij dhe e pyeta çka duhet kërkoj në këto çaste. Buzëqeshi, por lotët i rjedhnin dhe filloi të më fliste për mëshirën e Allahut. Më tregoj se si Allahu i lartësuar është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa nëna për fëmijën e saj. E pyeta: Muhammed, si është vdekja? U përgjigj: për besimtarët është e lehtë inshallah. Pyeta pa humbur kohë: Muhammed, çka është berzahu, jeta në varr? Më tha se berzahu është jeta në mes jetës së kësaj bote dhe botës tjetër. E pyeta prap: Muhammed, si do t'jetë gjendja ime nëse ju nuk luteni për mua? I ngriti duart lart dhe lutej për mua. Dëshirova të takoj burrin tim. A thua ai do të martohet pasi të vdes unë? Sigurisht se jo. Ai as që mund të dojë ndonjë tjetër pas meje. Hyra në salon, ai ishte me vllahën tim Suhejbin. Kur më pa të shqetësuar, filloi të çaj dhe asgjë nuk foli. I thash: Amër, ti nuk je asgjë më tek unë. Pra, qysh sonte por merr fund gjithçka mes ne të dyve. Vdekja po më ndan nga ti një herë për gjithmonë, po më vjedh pa as pak mëshirë nga ti. E ndoshta do të takohemi në xhenet, nëse jemi nga banorët e xhenetit. Më tha: Inshallah, ti je nga banorët e xhenetit. Unë jam i kënaqur me ty dhe ta bëj halal. Hanin, një grua që vdes dhe burri i saj ka qenë i kënaqur me sjelljet dhe moralin e saj, ajo grua hyn në xhenet. I thash: Amër, unë nganjëherë nuk jam sjellur mirë me ty. Më tha: përkundrazi, kemi kaluar shumë mirë, edhe pse martesa jonë ka qenë një shkurt. Prap u ktheva tek bia ime, e vetëm e shikoja se si vlinte. Oh, sa bukur i kishte mbyllur syt. Thash: o Allah mëshirues, rrit e bien time, se fatin e saj po e lon në kujdesin tënd, o Zoti im. U ula pranë saj, pa dashje shpirti më thonte që të shtrihem, sepse më kaploi një lodhje. Dëgjova ezanin e sabahut, po s'munda të lëviz. Hetova se këmbët e mia filloi që t'i kaploj një ftohje dhe vërtet humba fuqin për lëvizje. Dëshirova që ta përqafoj bien time për herë të fundit, por kot. Më duket se gjithçka po merr fund. Dhoma e qetë u mbush për plot njerëz. E me vështirësi dalloja. Nëna më rinte afër, e pranë saj vllai im Muhamedi dhe burri im. U afrua një njeri që shumë vështirë e njoha. Ai ishte mjeku. Filluan të gjithë të qajnë, si kur ëndra dëgjoja fjalët e nënës që thoshte: e mjera unë, sonte po vdes bija ime. Por dëgjova edhe burrin tim kur tha se kur nuk do të martohet me tjetër. Trupi im sa shkonte e ftohej më tepër, këmbët dhe duart më ngurtësuan. Dëshiroja që së paku të qaj, por fatkeqësisht edhe të qaja nuk pata mundësi. Kur më kontrolloi mjeku për herë të fundit dhe i lajmëroi për vdekjen time, e gjithë shtëpia rënkonte nga vaji. Çdo kush çante për mua, por kot. Ata nuk arrit të ndoqë më vajin e tyre të më rikthejnë në jetë. Kur erdhe ti në këtë botë, ti qave, por të tjerë qeshëm për ty. Punon në jetë që kur të vdesësh, të shkosh i buzëqeshur e të tjerë të qajnë për ty. Në atë moment, qela syt, pash vetën se nuk kisha vdekur. Pranë meje që ndronte bia ime që lëste me lodrat e saj, unë ngrita e falenderova Allahun që e gjithë kjo kishte qenë vetëm një ëndër. Dola në salon e pash burrin tim, i cili vet e pinte kafen e mëngjesit, nga se ishte ai që kur nuk donte të më zgjonte nga gjumi duke respektuar dëshirat e mia. Ai në realitet këtë e bënte nga se nuk dëshironte të ziheshi me fjalë, nga se unë isha shumë e ashpër. Kur ai më zgjonte nga gjumi,
Vërtet burim ishte si një engjull, ndërsa unë e ashpër. Ja tregova ëndrën burit tim, i tregova se si dëshiroja në ëndër të bleja një fustan dhe unas prej ari. I thash sa keq që pas kam kuptuar jetën. A i duke buzëqeshur më tha, Hanin, a don t'a blesh atë fustan? I thash, jo, për zotin jo, unë edhe ashtu kam shumë fustane tjerë, amër, unë nga sot do të ndryshoj, po të betohem në Zot se mos do të bezdis kur. Unë nga sot do të kthehem plotësisht tek Zoti, do i respektoj urdhrat e tij. Amër, unë sot do e vendos hijabin, do filloj nga sot fal namazin, do të respektoj ty më shumë se sa dëshirat e mia. Do të jetoj vetëm për Zotin, do të dua ty dhe Isran e pastaj prindrit, vëllezërit dhe motrën time. Pastaj ju drejtova Zotit tim me lutje, o Zot i madh, faleminderit që bëre që kjo ëndër të bëhet shkak që ti të më udhësosh në rrugën e drejtë. Elhamdulillah. Ju falenderojmë për paraqitjen e shkëlqyer. Kujdes, motra të nderuara, sepse kjo mund t'i ndodhë secilës prej nesh në jetën e kësaj bote, andaj të jemi sa më të përgatitura. Ftojmë edhe njëherë në skenë motrat Burrniku, të cilat do të na dhurojnë një ilahi përmbyllëse. Kjo dynja plot dhimbje, sprova të përdiqme, shpesh na duket jeta tepër e mërziqme, po harojmë që jeta në dynja ka fund, mërzit e kësaj bote nuk na qojnë askund. Sabri është ilaçi më i miri në jetë, ta dim se dynjaja kërkujt s'ka me i merë, e Zoti madhrishëm në Kur'an e tha, ata që bëjnë sabër, Zoti është me ta. Duro nëse do Zoti me pa, me namaz e me durim, ve xheneti është përblim. Duro motër, duro Allah, veç një vdekje tjetër s'ka, kur shpërblesh me xhennet, kur mo vdekje s'do të ket, kur shpërblesh me xhennet, kur mo vdekje nuk do të ket. Sa herë në godasin sprovat e kësaj jete, le ta kujtojmë dritën e kësaj të vërtete, dritën e Islamit, rrugën e shpëtimit, me xhennet shpërblet haku i durimit. Me dhimbjet e jetës gjynohet, pastrohet, me namaz e sabër besim të nderohet, nderohen te Zoti më mirë s'ka askund, atje s'ka më vujtje, atje s'ka më fund. Duro motër, duro Allah, nëse do Zoti me pa,
I falenderojmë për paraqitjen e bukur artistike. Musafirë të respektuara, tani do të ndajmë një mirënjohje për ligjeruesen Hafize Emine Sopi, përfaqësuese e KMSH-s. Për të shpërndarë këtë mirënjohje, ftojmë profesoreshën Nagjie Sahiti, profesoresh në medrese. Allahu ju nderov gjithmonë inshallah. Dhe Allahu ka me rujt fjalën e tij. Se ka thënë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne zbritëm fjalën time dhe ne do ta mbrojmë. Dhe besa ju qoftë se në Evropë, Skandinavi, ku ka tokë dhe det, Allahu fjalën e tij do ta deporton inshallah. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit. Kryetarin e Komunës së Prishevës, Ardita Sinani, Hafize Emine Sopi për ligjëratën e çmuar, kryetarin e Asociacionit për Afërmimin e Gruas pranë shoqatës Akses në Maqedoninë e Veriut, motrat Burrniko, nxënësit e medresesë së Luginës së Prishevës, si dhe të gjitha të pranishme që nderuan këtë tribunë me pjesëmarrjen e tyre. Një falënderim i veçantë u shkon të gjithë atyre që kontribuan në realizimin e këtij programi, profesoreshave dhe nxënësve të medresesë, si dhe tafa e vend për dekorimin profesional të skenës. Falenderojmë edhe drejtorin e Shtëpisë së Kulturës. Motrat të nderuara, po na vjen muaji i bekuar i Ramazanit, të kontribuojmë për këtë shkollë të dijes dhe edukatës. Lusim Allahun që kjo tribunë të jetë e dobishme dhe e pranuar tek ai. Mes këtyre emocioneve, ftojmë për një foto të paharrueshme musafirët e nderuara dhe kolektivin e medresesë. Me shpresë se kemi përcjellë emocione dhe mesazhe të vlefshme, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirupafshim në aktivitetet e tjera, wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.